shpinë ke me plasmasi moderne. Ashtu, a? Bukën ke domate bio, djath bio, qumësh bio, koz bio, ajri pasër bio. Qa do me nga jeta? Tu ashtë dele me makeni si edhe majtë undës bolma. Ka belarë. Je ylli tufësit. Ylli tufës është kjo, pëse është e vetë mja këshu? Qa racë e quet kjo? Racë kineze. Sa i ka brirët! Sa i bukur ky! Dhe gjumë që të komunikosh me ta. Nuk ka, po më se Delia nuk duhet të di anglisht të flasë me ata, se merresh vetë. Prrha. E kapa! Na. Atëherë ndryshe nga materialet e tjera, e di që do thoni sa me atër e ke mbajtur edhe pse nuk i bën edhe fshatra tonë kështu, por tani kur vjen puna dhe bëhet fjalë për vendlinjen tënde, është ndryshe. Për te shakave, sepse unë të gjitha i shoh mësoj, sepse haberet e fshatit është krijesa ime dhe dua njësoj ku do shkoj. Rruga që unë po kaloj është tek vendi rrugor i fshatit Vitkuj që të çon në shtyllë dhe më pas Panarit dhe në fshatra të tjerë që i kap Skrapari. Dhe një nga këto fshatra, meqense shumë herë më keni pyetur, Lediona pse nuk tregon vendlinjen tënde, në cilin fshat ke lindur? Unë kam ikur shumë e vogël nga fshati dhe por do flas më gjatë kur të shkoj atje, po tregoj vetëm për këtë rrugë. Do të thënë qëllimi im i këtij materiali është përveç se të shkoj tek vendlindja ime, të tregoj edhe çfarë mbaj mend unë, çfarë kam të memorizuar në trurin tim të madh. E kam të madh, a? Pse rini kaq serioz? Në emisionin tim nuk ri askush serioz. Ky që kam në vendin e parë është kushua nga babi, se nga mami kam pak më të dobët. Tani, përqendrojmë këtu. Po shkoj drejt fshatit shtyllë dhe nga shtylla kaloj tek pjesa më e lartë që quhet mashkullor. Ata që janë të kësaj zone e dinë shumë mirë për çfarë po flas. Kam qenë edhe një muaj më parë. Që të shkoj në Helmës, pra atje ku unë kam lindur, është e pamundur të shkoj me makinë sepse e pamundur është bë rruga me foristrat, por unë dua të përqendrohem tek ajo çfarë unë kam që mbaj mend nga fëmijëria, kur dikur kaloj me ifat, ato ifat e mëdha me dru dhe njerëzit e hipur sipër, dhe ka qenë një rrugë shumë e vështirë, mbaj mend që hipnim atje, që shkonim në fshatrat përreth. Nga Korça shkonim këte.